Klau Konjuca, a do të ishte i pranueshëm për ju si emër i përvetshëm, duke pas parasysh që as se kemi menduar këtë temë, nuk besoj që dikush në Kosovë don me shku në parlament edhe me i kriju Kosovës rrethona në cilat kemi me pas përplasje prap të njëjta çfarë i kemi pas në 10 orë ose në shkurt vitit kalum. Nuk e di, ata duhen me shku edhe me bisedu me partitë që mujnë me jabo 80 deputet shumë thjesht në sallë, qysh i ka lyp. Nëse e gjen rrugën është okej, nëse nuk e gjen rrugën është prap okej, po i them edhe diçka. Nëse e shep pak pris largu këtë situatë, është tragjikomike drejtën për ju them, për shkak se rrethonat i ka të lehta, të thjeshta, u tha vetë që partitë politike në opozit nuk kanë desht një njëri me i tërhet gjitha pejtë e pushtetit vetëm. Nëse ka qenë kështu, është shumë e lehtë me bo marrëveshje me një parti politike që mundet. Po që të deshti, po që LDK-ja s'po bindet, se po dështën po dojnë me shkarku kryetarin. Prapë është kjo kush kuj për jalshën, për shkak se nëse dojnë me gjithë rrugë, mos me shku në zgjedhje, ka rrugë për mos me shku në zgjedhje, është shumë e thjesht, për shembull me i rregullu edhe tonet, shumë thjesht, është shumë e thjesht mos me i lëshu njerëzit në gjueti për temat ndryshme, për tjerë, me provu me marë anë, që si u takon. Adeni, Aleonza është tepër e qartë në këtë punë, nuk muim as me u sforcu, as me u detyru me bo diçka. Zotë Regjini, vetëm se nuk e morëm përgjigje sepse nuk shkuat që t'ja thoni në sy këto që po i thoni sonte këtu, edhe ato që i keni shkru. Prap, une e thash disi, po që po e thom edhe ma troq. Nuk jemi të lujt me të lëshune këtu, nuk kom pas nevoj me i thonë në sy diçka që kom dalë në konferencë për shtype dhe kom thonë, që qka ki, bëne qëto. Qa më dojë pa i me i thonë në sy, qa me i thonë në sy? Mja përsërit qëto që i kom thonë publikishta? Nashta e kona i këshiltor aty që i kalzon nësa i vetë nuk e këqyrë televizorit. Që është i zonën shumë.